Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Ibrahimi çfarë lutje ka bërë? Që ajo që i thënë krishterët Abraham, baba Ismailit. Pse Ibrahimit i thënë Ebu Lembia, baba i pejgamberve? Sepse gjeneza ati shumë pejgamber. I pari Ismaili, prej Ismailit, rronjës Ismailit, gjeneza ati është Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kurse ajo Ishakit, se Ismaili dhe Ishaki, ajo Ishakit vjen tani, ajo pejgamber të qetë, që shumicë prej tyre janë të Beni Israilt, të Beni Israilt të Riyadit. Kur ti shikosh muslimant prej islamit, ose arab të shikosh, dytë vinë prej një rroj, djem i Gjallardit. Isaki, djali i Ibrahimit. Tani prej Isakit vjen Jakubi. Prej Jakubit vinë zinxhir pejgambert e Beni Israilve. Kurse prej Ismailit, përveç Muhamedit në fund, zdi që ka pas tjetër. Ka thonë Ibrahimi, Rabbi gjallni, shiko far dua amër vllaja. O Zot, me ban mua falës të namazit. Muqim as-salah. Wa min dhurrijeti. Edhe këtë namaz jepja dhurrijetit, gjenezës time. Rabbena vë të kabbel dua, o Zot, prano këtë lutje. Rabbena gfirli, fali më katët e mia. Vali valideje, edhe të prindve të mi. Valil mu'minina, edhe gjithë besimtarve, jo me jekumul hisab. Rabbi hebli hukman, o Zot, mjep muni hukëm, hyqëm, pushtet, u alhikni bis salihin, edhe më radhit mua prej burrave të mirë. Edhe ajeti të fundit për Ibrahimin që të teksoj, dhe të vajtë kale Ibrahim, ngonin kur ka thonë Ibrahimi, Rabbi gjall hadhe l'belet, o Zot, bone që të vend, belet që të vatan, fjalla është për Mekken, aminen, sigurt, Mekken të sigurt, vërzuk ehlehu, edhe qoja rizkin, bereqetin këti vendit, a Mekken shkretin. Duaja Ibrahimit, a do të më bë kabul, po. Në me ke shka dush, dy onja bjerë, ki me hangër me piti shka dush. Qoja rizkin t'i vendit. Prej kretë sendeve, vërzuk ehlehu dhe furnizo këtë popullin e këti qytetit, prej minët themerat, prej frytave, prej rizkave tua, men amen e minhum